Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, një emision I cili I dedikohet gjuhës së zemrës, gjuhës atyre që na përbashkojnë drejt një trualli I cili na thret her pas here e që ne nuk duam ta harrojmë, ashtu siç nuk harrojmë traditat, ngjyrat e kostumeve, atë dodonën e bukur që ne e kemi pjesë të logos Çamiko e që pa diskutim është një pjesë shumë e rëndësishme e çamërisë. Kam të ftuar në këtë emision, në këtë tryezë të bardhë diskutimi, Farid Dahrin, autorin e më shumë se 12 veprave të cilat flasin jo vetëm për çamërinë. E fundit besoj është ajo që keni sjell me vete. Me shumë rëndësi është ndërgjegjësimi për gjenocidin edhe 10 pika të rëndësishme. Mirë se erdhe edhe vërtet të falenderoj që më ke nderuar dhe më ke ardhur këtu. Ju falenderit për këtë hyrje të mrekullueshme. Unë ju uroj një herë për edhe misionin edhe emisionin. Për të dyja. Në vitin 2003, kërkoja që ajo shoqëri, me ato mundësi që kishte, të bënte dokumentar për të tregu fshatrat dhe qytetet e çamërisë. Sepse 23 vjet më parë kishte më shumë çam të ardhur andej. Shumë e vërtet. Janë shumë pak. Mos them me gishtat e dorë, po janë shumë pak. Erdhi puna tek juve. Ju arritët ato që mendim që kishim, nuk ishte puna se e mendova unë, ishte puna se ata plejt që kanë ikur e plaka, kanë ikë me mallëngjim. Emisioni juaj është shumë I rëndësishëm, sepse mirë po nuk I kemi ata njerëz. Është shumë e vërtet, edhe unë e kam një peng që nuk I kam marrë gjyshet e mia të më flasin edhe të më tregojnë të gjithë emocionet e veta. Edhe unë e kam këtë peng, po ama unë e bëj me të gjithë gjyshrit që e kanë parë atë vend dhe kanë lindur aty. E kam si mision të zemrës që ta realizoj këtë emision. Ndaj dhe ju them për mua është një nder I madh që t'ju kem këtu sot. Pikërisht kjo është një ndërmarrje shumë e madhe se I bën çamërinë të njohur. Jo vetëm me llafe, jo vetëm me këto shkrimet, që kanë rëndësinë e vet patjetër, por unë shikoj për shembull, kaloj dronet që janë ato, marr shikoj fshatin tim, se unë nuk hypi dot lart sa shikoj. Unë e kam marrë, po e kam marrë nga pusha. Pra, është një gjë shumë e madhe, është një mision që keni ju I mrekullueshëm. Ju falenderoj shumë për këtë ndihmë kaq të madhe që I bëni vendit. Ju uroj shumë për këtë ndërmarrje që keni bërë, na kënaqni shpirtin. Midis shumë librave që keni shkruar, I fundit na tregon për 10 pika të rëndësishme që duhet mos ta harrojmë çamërinë, apo jo? Po, e dini ju tash unë jam ekonomist, edhe babai tim ka qenë, edhe lagja jonë që është lagja e intelektualëve në atë kohë. Nuk gjifesh intelektualin në atë kohë, si fjalë, por ishin njerëz me kulturë, edhe në shkrimet e tia, në vitin 99, lexoj një rresht atë që bënte autokritik vetës që nuk kisha shkruajt për vendin e tij, për prejardhjen. Kjo më detyroi, pasi dola në pension, në 99 e deri sot,
brenda mundësit, më dha dhe mundësit. Po. Fillova të hulumtoj për Çambërinë. E njihja Çambërinë. Madje ju keni lindur aty. Ju keni ardhur 6 vjeç. Kam lindur aty, kam ikë 6 vjeç e gjysmë. Sigurisht, mbaj mend ai sa mban një fëmijë e asaj kohe, me mentalitetin dhe me trurin asaj kohe, se sot fëmijët kanë ndryshuar zhvillimi i shoqërisë. 12 vepra përfshir edhe atë që gjendet shumë pranë jush. Dhimbja dhe një lloj ankthi, si e thoni ju? Ky libër është i kushtohet më shumë jo vetëm dhimbjes, që dhimbja jonë është e përhershme, po është edhe një ankth. Mosh ka le themin e çamët, po mosh është ankth, po ankth shumë i fortë, bllokues, kam vuajtur. Jo, unë me gjithë. Me të gjithë, po. Ata që kemi ardhur ande. Të arri njeriu të mohoj vendin e vet, s'ka më keq. Sigurisht nuk e mohuam. Nuk e mohuam, po heshtëm. Po. Kemi pas censur shumë të fortë këtu në vend. Prandaj arritën përfundimin e këtij broshure vogël 70 ca faqe. Nga të cilat ju thoni që është me shumë rëndësi të ndërgjegjësohemi për gjenocidin grek ndaj çamëve, një memorie e paraardhësve, e cila zgjidhet me sukses nëse çështja çame do merret seriozisht si problem kombëtar. Çfarë do kuptoni ju me problem kombëtar? Po. Hapësira territoriale, rajoni i Çambërisë është pa asnjë diskutim, pa asnjë dyshim, është etnikisht shqiptare, është tokë shqiptare. Kosova gjithashtu, pjesë e Malit Zi po ashtu, Maqedonia e Veriut, pjesë domethënë që banojnë shqiptar, është po ashtu. Pra është kombi në këtë kuptim. Pra unë përmbledh të gjithë hapësirën që jetojnë shqipfolse, edhe që flasin akoma shqip. Në trojet e tyre autoktone. Po. Këtë. Dhe mirë po, Çamëria është, ku dhe unë ka një veçori, jo pikpamje, do të gjitha drejtimet, është veçori. Po. E para, ja, ta themi këtu. Po. Çamëria është një vend i vogël. I vetëm. Po. I vetëm. Shumë i hershëm historikisht. Vend tepër strategjik. Po. Vend i rrallë me mite pellazike, me mite legjenda, me trashëgimi të vyra të vend kulteve pellazike. Dodona. Shumë e bukur. Dodona. Lumi Aeron. Hadhe, Hades. Po. Hades është shqip. Hadhe. Dek njeriu da fuç në dhe. Plaku, që me barkën e tij janë të hershme, janë mite, janë legjendat të hershme. Dhe vend kultet që ka në Çambëri, aty kanë lindur dhe zotat. Po. Nuk është kaq e thjeshtë. Prandaj është një vend i veçantë. Por si i veçantë ka pas edhe vuajtjet veçanta. Ishte dhe është lakmi për armiqt. Armiqt në kuptimin armik. Jo ashtu po, në kuptimin atyre që duan ta pushtojnë. Po. Duan ta pushtojnë, ta bëjnë të tyre. Edhe duan që të mos jenë pjesë e... Duan ta bëjnë të tyre, duan historinë e tyre. Ai thot, Thesprotia Greca. Ç'është kjo Thesproti po Greca, çdo Greca. Ku ka qenë Greqia në kohën e Thesprotisë? S'ka pas Greqi, s'ka pas Rom. Edhe ju e dini, na kanë quajtur turkoshak. Po. Na kanë quajtur njerëz me bisht. Domethënë, nga të gjitha. Në Greqi, më të ligat që mund t'i japë një njeriu, po. I thonë për Çamërinë. Pra, kemi gjuhën
nuk është gjuha jonë, po ne e mësuam me kur erdhi turku. Na e mësuam bejlerët në thënje greke. Po si mund të mësohet gjuha? Në 13-ën, kur u kaluam andej, që atje, do me thënë, në rrugë, çamët mësuar gjuhën. Që janë këto? Do me thënë, duan gënjejnë edhe të mashtrojnë, po nuk din. Të paktën t'jesh i vërtet në gënjeshtëra. Se kjo ka rëndësi. Mi po edhe në gënjeshtëra nuk janë të vërtet. Janë qesharake. Jo se e them unë. Por nuk bazohen do të në fakte. Prandaj, për t'ju kundërvënë këtyre, them, ne jemi këta. Ne s'daluan topi. E çamëria është e jona. Po pse, kjo tu, pse them do merret seriozisht? Nuk është marrë seriozisht. Gënjejnë. Qoftë andej, qoftë këtej, qoftë nga duash. Që të merret seriozisht me i punë, merret seriozisht. Krijon mekanizmat përkatëse dhe realizon një detyrë. Çdo detyrë që të marrë. I vë vetes, do krijosh edhe një edhe strategji, edhe taktik. Ne nuk i kemi këto. Neve nuk shkojmë dot ambasadori jonë, këta personalitetet tona të nderuar, e të respektuar për detyrat që kanë. Për shembull, pa e cënuar fare si emër, vajte ti si ministre ose ministër në Afrin, pse nuk shkon një vizitë në Çamëriti? Po shka vajtur? Asnjë. Asnjë s'ka vajtur, po. Nga ambasadorët, pa ata ai Janinës, konsulli. Se ngre njerëz ore thotë, ore, po kemi një popullsi këto, se nuk është puna ne ish muslimanët. Se ne shqiptarët besimin e kemi, aq sa e kemi besim shqiptari. Po ne kemi vëllezërit motra tonë aty. Po, çamët ortodoks. Çamët ortodoks, ata janë klasin. Mu kujtu tash një moment. As për ata nuk ngrihen. Para 5-6 vjetës shkoja për vizitë andej, nuk flisim dot çamët ortodoks, nuk flisim shqip. E në hotele, në kështu. Para 2-3 vjetësh ka ndryshu politika. Në atë kohë, thoshin, ishin të rezervuar. Kurse tash i pyesim ata të hoteleve atjerë, në park, në Pramthy, në Preves atjerë. Po nga e dini Shqipen ju, se tash i flasin ata. Qamë që kuptohen. Po, e kuptoj. E kuptoj në Shqipen e tyre. Po tash ata janë çliruar. Që çfarë justifikimi që nxjerrin dhe është i drejtë. Ndovta unë bëj gabim që ja them këtë, sepse mos i vënë vështirësi, por duhet thënë se është një realitet. Patjetër. Do shta duke i thënë të vërtet. Ne mësuam nga shqiptarët që vinë emigrantët. Pra, është një risi, është një shenjë mirë. Filloj të hapët të mësojnë. Por shqipja e tyre nuk është kjo shqipja që flasun, është shqipja që flisnin ata më përpara. Ajo që flasun. Ajo që flisnit juve. Po. Pra, dhe ne e kuptojmë këto, që nuk është një shqipe që është mësuar tani nga emigrantët. Por e zëmë se e besojmë atë. Pra, është një gjë e mirë, patjetër, që nuk humbet, se po humbi gjua, thonë ata ato diturit, humbet kombi. Po, shumë e vërtet. E rëndësishme është që ata e kanë ruajtur. Duhet merret problem kombëtar, jemi shqiptarë. Që nga nishi deri në... Ju thoni që ne çamët nuk kemi qenë minoritet shqiptar në Greqi. Mbas 1913-s, fuqitë e mëdha padrejtësisht na kanë shndërruar në një pakicë kombëtare. Jemi pasardhës të Thesprotëve, por ishim zot të vendit tonë, ku nuk ishte as Greqi dhe as Rom, këtë që thatë pikërisht tani. Ju mendoni që duhet së pari të hidhen poshtë sajesat mashtruese greke nga shteti shqiptar me nxjerrjen e një dekreti ku të tregohet se shqiptarët e Çamërisë nuk kanë bashkëpunuar me gjermanët. Greqia mban fort Istikamin, domethënë vendin e Luftinit, e mban tek
çamat pas kanë bashkëpunu me Gjermanin, e më the thash. Edhe unë 6 vjeç, kam vrarë, do të thënë, thamë edhe janë gënjeshtra, ose mashtrime pa logjik. Farid Dari, keni luftuar ju kundër grekut, a keni bashkëpunuar? Jo. Unë nuk dija se qa ishte lufta. Okej. 6 vjeç, patjetër. Nuk dija që ishte lufta. Po. Nuk më lë të shkoj të shikoj. Po pse? Pse? Ti thua çamëria nuk ekziston. Bukur shumë. Dakor. Mbaje. Po mua pse s'më lë të shkoj? Derisa ajo ekziston për mua, për ty jo, po për mua po. Pse nuk? Ke frikë? Dhe nëse nuk ekziston, atëherë pse ke kaq frikë? Po pra, pse e bën? E kupton kontradikt. Po. Në këtë kuptim, ajo dëshira ime është ta mbyllim këtë muhabet. Si do mbyllet? 27 qershori e ka një dekret Po. nga Shqipëria Po. që është njohur genocidi grek, apo jo? Po. Tashi, për çamërin kemi 80, në fakt janë 113 vjet për çamërin. Po, më shumë, 113. Po. Edhe është një problem i hapur. Po janë 100 vjet. Po shkon shekulli 2 tash. Do rrim tankohemi ne tash, jo greku na bëri kështu, na bëri ashtu etj. Apo duhet të lëvizim? Kjo duhet mbyllur. Po. Për mua, duhet mbyllur, duhet dhënë prerë. Shteti shqiptar, si dori dekretin, Po. të nxjerrë dekretin, shqiptarët e çamërisë nuk kanë luftuar me shtetin grek, kundër shtetit grek me asnjë. Po. Ç'se thon? Pika e tretë, mos pranimi i konvertimit fetar nga banorët e rajonit të Çamërisë është rrjedhoi se Kisha Ortodokse Greke e kërkoi konvertimin, pra kërkoi që ata të ktheheshin ortodoks, nga paganizmi dhe katolicizmi ekzistues, por me ndëshkime të rënda, me zjarr dhe hekur për të konvertuar në ortodoks dhe jo në besimin musliman. Në këtë këndvështrim, ju thatë që ne shqiptarët, ose qoftë edhe shqiptarët e Çamërisë, po themi të gjithë shqiptarët në përgjithësi, kemi një raport shumë interesant me besimin. Për ne është shumë e rëndësishme që feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe me këtë ne jemi rritur për vite të tëra. Ajo që kemi treguar ne botës është që ne i duam si ortodoksit, si katolikët, si bektashinët, si muslimanët, dhe nuk kemi asnjë problem edhe të krijojmë jetë ose të martohemi mes njëri tjetër, sepse realisht feja e shqiptarit është shqiptaria. Jemi shqiptar, nuk jemi. Po. Tani, në këtë pikë, si e shihni juve, ose si e jepni zgjidhjen që ne ta trajtojmë bukur, ose ta trajtojmë me delikatesë dhe diplomaci, këtë marrëdhënie me grekët, të cilët na duan neve të jemi ortodoks apo të jemi grek. Pra, në raportin e besimit. Tash, ti dole në një pikë që... Po, se më pëlqen shumë kjo trajtesë. Kur shkruaj unë, mundohem të jem korrekt. Po. Jo për asnjë gjë, po të jem i drejtë, sakt. Kur them kisha greke dhe shteti grek, unë nuk kam parasysh të sulmoj fejen ortodokse. Absolutisht. Asnjë shqiptar nuk e bën këtë, madje mendoj që jemi më... Duhet të ndajmë gjëra, unë ndaj gjërat kështu. Tjetër gjë institucionet fetare, tjetër gjë Bibla, Ungjilli, Kurani. Po. Tjetër gjë. Unë kam prejardhje kështu, do më thënë, kulturore fetare. Edhe e njoh mirë, edhe Ungjillin, edhe Kuranin, i njoh shumë mirë. Dhe po ta shikosh, është vijimësi. Po. Është vazhdimësi. Zoti është Zot. Jo ta përdorim fenë për sulmuar. Po, shumë e vërtetë. Ose për të ndarë me njëra tjetrën. Dhe feja vetë nuk është ndërtuar në mënyrë të tillë, është ndërtuar për të dhënë mesazhe paqeje. E thash këtë të besimit që nuk sulmoj kurrë
Absolutisht. Kur them kisha ortodokse greke, ka vepruar shumë keq. Në vitin 1611, Dionis filozofi Po. bëri fushat të madhe në Çamëri. Ka djegur njerëz me turra, me zjarr. Ka djegur. Po. Ka bërë reprezalje. Se Çamëria në atë kohë, para se të vinte Osmani, ka qenë është me zona kjo, influenca e Vatikanit, ishi katolik. Ishi katolik. Më përpara, mirë po, edhe sot, ne kemi festën pagane, ja. Po. Krishterë. A i lufton të tashi, që ju nga kjo fe që keni, mos shkoni ke Islami, pa hajdeni këtu të ortodoksia. Edhe na vriste, na priste. Kryengritja 1611-ës. Po. Ose Shën Kozmaj. Po, shumë e vërtet. Shën Kozmaj. Ka bërë kërdin, ka vrarë, ka prerë. Mos mësoni gjuhën shqipe, është e mallkuar. Në kohën e Alipash të Pelenës. Pra, kjo lloj politike e ortodoksisë greke, po jo e Biblës, as e Ungjillit, as e Kuranit, ishte megaloidea. Shteti grek në 1844, jo për çudi, as për asësi, por me strategji të njëjtë Serbia dhe Greqia. Në Qetanin e kishte Serbi, 1844. Edhe greku megaloidhen 1844. Të njëjtat. A i tonë të vite deri shkumbin. Feja, në Qertania. Pra fejen, ata nuk është të shi, në Qertania dhe megaloidhea nuk janë feje. Jo, janë thjesht ide për shfarosje. Janë thjesht ide për shfarosje. Është që thua kushtetuta atyre. Po kushtetuta, derisa mua më vret, se e thotë shumë, kushdo që ka, që është ortodoks, është grek. Ja mos jetë në origjinë, po është grek, është kombi grek. Këto nuk shkojnë, nuk i përtypim do të ne shqiptarët. Një nga shtyllat është të mos vrasësh, edhe nuk besoj që ka një fe në botë apo një libër fetar i cili të shtyn të vrasësh. Dëshirojmë të arrijmë, të zbatojmë porositë e Ungjillit, Biblës, Vjetër, të Re, edhe Kuranit, le zbatojmë porositë e tyre. Dhe në pikën 5 ju thoni, Parlamenti i Shtetit Shqiptar dhe i Shtetit të Kosovës të gjejnë hapësira ligjore për të kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor ndërkombëtar i cili të hetojë mbi gjenocidin grek të kryer ndaj shqiptarëve të Çamërisë para, gjatë dhe pas luftës së dytë botërore. Ne kemi kurajo që ta ngrenë komisionin, jo komision hetimor si që bëjmë këtu në parlament. Por e Bashkimi Evropian atje. A është ky problem serios në Europë? Jemi vend i veçantë. Po. A ka një ngërç mes dy vendeve, që ka një ligj lufte në mes, po ndërkohë janë edhe miq. Janë çudira. Çudi është. Po kështu do vazhdojmë neve 1000 vjet? Jo. Qarë? Të kërkojmë Shqipëria, Franci ka, jo Ministria Jashtme, jo Parlamenti, i din vetë ata, të kërkojnë një komision hetimor nga Bashkimi Evropian, edhe neve, edhe Grekun, edhe atë aleatët, edhe Boshtin, që pse, kush e ka fajin, kush e kishte? A janë shqiptarët vërtet në bashkëpunim? Se thot, a i u erë, a i koroneli, u bë, thot e keqja, kështu, në sytë e mija, tjere, por, thot, e meritonin edhe Çamët. A i s'njifte, se dinte se qishte Çamëria. Se e thamë, nuk u takua njëherë këta tonët, për fajsosë asaj kërë, të zjedhur pas zjedhur, se s'kishte atëre tek ne ku kështë me aleatët më të mëdhenj, po. Veni takonin, ore ne jemi kështu. Gjermanit i thoshte shtëpitë e Çamëve janë partizanët. Gjermani partizanin shkatëronte. Aleatëve i thoshte
shtëpitë të Çamët bashkëpunojnë me Gjermanët. Me Gjermanët. Ishin dy versione të ndryshme. Greku me ato dinakarin historike që njipet, e bëri të vetën. Pse këta tonët mos e bënin? Ti thosh, jemi ne, mërë, jo. Do të them një episod vogël. Babaj. Në 4 gusht 40-ës, u bë morën gjithë Çamët, nga 17 deri 70 vjeç, i quan në ishujt e Greqisë. Para luftës. 28 tetor të 40-ës, do të 2 muaj vonë, u bë erdhi nga Shqipëria, vajti italiani që luftuan me. Edhe ai me paramendim i morë gjithë të hapë të burrat Çam, i qoj 6.000 veta në prishuj. Kur erdhi Gjermani, hyri nga Selaniku, shkoj dhe këto kampet e përqendrimit. Këto e kam nga babaj direkt. Edhe nga Dajvojin, vjen një oficer, si thoshte babaj, e kërsap, me kështove. I thot ati, kujdesarit të kampit. Të kampit. I thot, po këto qa janë, këta janë partizan. I thot, për Çamët, partizan, ne i kemi këtu se janë kundra jush. Ashtu i thot, aj po. Një burë, Çam, e dinte Gjermanishten, qëlloj e kuptoj, e dinte Gjermanishten, edhe ju afrua. Zoti oficeri thot, nuk është e vërtet që shtot ky, ne nuk jemi partizan. Kështu i tregon historin. Ashtu i thot, aj po. Babaj ma ka thënë, nuk e ktheu kokën oficeri Gjerman, shikonte se këtë Grekun që oficerin grek. Ai kishte ikur me vrap. Pra në këtë kuptim. Dhe pse mos i bëhet gjyqi vetëm atyre që janë, si thuash, mendohet se mund të kemë bashkëpunuar, bëj gjyqin për secilin nga ato që ti mendon se ka dalë kundër shtetit, por nuk të kanë faj fëmijët. Është e vërtet, është bërë gjyqi, është bërë një gjyq i tillë kur kështu mikne, edhe janë dënuar 190 ca veta, gjoja është unë. Por arkivat nuk janë gjithsesi të hapura, arkivat edhe dokumentet ka akoma për të zbuluar. Patjetër, pa mbarim. Është një minierë ari. Që ata e mbajnë të fshehur. Pse e mbajnë të fshehur? Ky komisioni hetimor duhet të ketë drejtësi të paanshme. Të paanshme. Prandaj juve mendoni që duhet jetë një komision hetimor i cili të drejtohet nga Europa. Po. Pse unë e dua? Kur them unë, shqiptarët, ne e duam. Pra, jemi sigur që se jemi fajtor. Se po të shqip fajtor, nuk do e kërkoni këtë gjë. Shumë e vërtet. Se unë jam ekonomist, unë bëj analizë, nuk bëj... Kurse ti, që më ke vrarë mua, edhe unë që nga më bashkëpunëtor me armikun tënë, unë nuk e egzistoka për ty. Atë pse se pranon dhe ti, pranoj edhe ti këtë. Le të përballemi, le të ulemi në një tryezë të diskutojmë. Komisioni hetimor, po do të nxjerrësh, unë duhet të dali me drejtësi. Patjetër. Edhe po doli e kundër ta mbyllet goja, mbaroj, çfarë do bësh? Me forcë nuk bëhet. Me forcë ka ndan. Por jo ta lejmë pezull si ngjarje. Forca, fuqitë ndan, ndan. Çfarë do bëjmë? Edhe ti edhe unë flasim këtu për plagën tonë. Po ta mbyllim në plagë. Keq mirë, unë dua për mirë, të mbyllim. Shumë e vërtet. Paktën mos qëndrojmë pezull. Po pra, po të heqësh ti të gjitha ligjet, konventat ndërkombëtare që i ke bërë ti si kombëtare, si ndërkombëtare, ligjet që ke bërë ti, të shkeli një shtet, antarin Bashkimit Evropian, mua të drejtën e pronë duhet ma japësh. Një nga pikat e tjera që ju e keni të rëndësishme, është e vërteta e nocionit komb, dhe thoni që sipas historianit Hajredin Jusufi, me porosi të Enver Hoxhës, po edhe lidhur me problemin Çam,
pati disa libra të cilat filluan u botuan edhe në gjuhë të huaj. Një nga idet tuaja ose këshillat tuaja është që ne të fillojmë të botojmë sa më shumë. Ndoshta të botojmë edhe në gjuhë të huaj për t'ia treguar botës këtë breng, këtë histori, këtë çështje që ne duam ta zgjidhim edhe t'i japim një drejtim. Në gjykimin tuaj, këto sepetet që duhet hapim neve, cilat janë? Si duhet ta bëjmë? Si duhet ta tregojmë bukur përmes historisë, përmes librit? Se unë në shkrimet që bëjnë, në libra përdor ca fjalë. Përdor ca fjalë dhe prandaj të pyeta unë për fjalët çame. Po janë shumë mirë bën. Janë fjalë të gjuhës vjetër shqipe. Patjetër. Nuk është se është dialekti im. Është. Tash sepet, dihet janë arkat. Sepet është në rastin konkret është arshivo. Po. Tash I them këtu, unë do të dëshiroj. Po. Që shoqata jon, shoqata e jon, po I themi, e Çamërisë, të vejë të kërkojnë arshiv atë libër që është në frëngjisht, në 47-ën, ta marrë, ta përkthejnë, pse? Ka një rëndësi historike. Të dhëna në regjimin e Greqisë, thot, në 47-ën? Libri është 47-ën. Po, 47-ën. Edhe u botua ajo. Edhe në frëngjisht. U bë dhe u qua. Tashi, ne se dim, se ne themi ai regjimi kështu. Nuk mbroj unë asë në Roxhën, asë më interesojnë, mua më interesojnë problemit që po diskutojmë. Ta zgjidhim njëra mirë. Tashi, në qoftë se në 47-ën, udhëheqja asaj kohe, ka bërë një libër të tillë për ne. Ky nuk është vetëm libër historik. Patjetër. Është një argument ose është një dokument që do të përdoret në rast se do merë shqyrtim çështja e Çamërisë. Dhe ne në 2027-ën kemi për detyrë që të shkruajmë edhe më shumë e të shkruajmë në gjuhë të huaj. Jam shumë dakord me këtë. Mirë, po unë e them këtu tek juve. E kam thënë, po, këtu, si thash këtë libër, veta mund të marrë. Edhe mund të ndëgjojnë këtu. Inshallah zgjohen, vend ta kërkojnë. Po ta dim që ka thënë edhe, se nuk e bëri Enver Hoxha atë. E kanë bërë historianët, e kanë bërë. Është 2 vjet mas tragjedisë. Po. Është e freskët. Pra është një realitet, është një dokument juridik. Veç anës historike, është dokument juridik. E pse mos ta kërkojnë? Duhet ishte kërkuar. Falenderoj mikun tim, Herëdeli tim, që e kanë nxjerrë dritë këtë. Se unë se dija për shembull. Këtu e lexova ke libri atij që ishte kjo. Prandaj them duhet të lëvizim që. Po, secili nga ne të hedhi nga një gur aty, të vendosi një gur për Çamërinë. Është shumë e vërtet, po. Pika e 10 dhe e fundit që ju shtronin në këtë libër është të folurit në Çamëri. Sa e rëndësishme është për ju, ne e diskutuam pak, që ju në libra tuaja vendosni fjalë që janë nga shqipja e vjetër, nga shqipja që ndoshta e gjeni 600 vjet para tek arbëreshët. Apollon Zerva. Po. Më mjafton për të hedhur poshtë për shtrimet greke. Po. Unë e ke faqja 5 në pragvdekjen e tij Napoleonit. Po. Napoleoni është krye gjykatari. Po. Në vitin 53 ishte shtruar në spital edhe I shkruan një miku të tij. Po. I dashur Jani. Ta lexojmë apo s'ka? Po, ja, e lexoj unë. E lexoj unë shumë shpejt. I dashur Jani, tani që po gjej kohën të të shkruaj me dorën time, vi të falenderoj, sepse kur nuk harrova luftrat tona të përbashkëta. Dhe të them se duhet me besim dhe me fanatizëm, ashtu si në ato vitet vështira të marrësh në duart e tua punën e sqarimit për bashkëdetarët tanë. Duhet u rikujtojmë bashkëdetarëve tanë se kush do e çliroj Çamërinë nga shqiptarët, të cilët prej 500 vjetësh shkelnin në qafë helenizmin.
Vdesi qetë se bëra atë që doja. Pas lash rrëkej gjaku, tym, bloz, gërmalla, u lërima fëmijësh, nuse dhe gra të zhveshura, që futeshin në furrat e ndezura që të mos pillnin më shqiptar. Burra të varur, të shpuar me bajonet, gjua shqipe nuk do të flitet më në tokën helene. Kjo më kënaq mua ashtu siç kënaq tërë shpirtrat helen. Kështu e ka përcaktuar Napoleon Zerva realizimin e amanetit të ngarkuar nga Kisha dhe nga shteti ortodoks grek. Qa të them unë? Qa të them Bashkimit Evropian unë, që nuk kam bashkëpunuar. Pa hyrë mirë ligji për pavarësinë, për varësinë e çamërisë në Greqi, mori 72 burra në çdo fshat, në çdo në krahinën, vajti, gjoja do të vishte shumë bukur e mire, do i bënte muftar të kryetar fshati. Vajti i theri, me drapëre, me çekane, me çekiçe, me ço. Ky është greku, jo populli. Si sa për fenë, mos prezojmë të shi, të tha parë, jo për së është e vërtet. Unë kam shok shumë të mirë të shkëlqyer nga minoriteti. Patjetër. Pas më shkon mundja. Mos ngatërojmë popullin me politikën, ose me qeveritarët. Si thamë për Kishën, mos ngatërojmë institucionin, fen, që ndo fe me institucionin, po tjetë prifti i ligë do bëj. Se nuk ja thot Bibla. Shumë e vërtet. Pra të ndajmë, edhe kjo. Që pun ka populli. Por shteti, qeveria greke ishe vetë me ato Gjermanin. Nuk janë ca... Gjua Shqipe, thot nuk do të flitet më në tokën helene. Mirë po, ndodhë që gjua Shqipe aty flitet ende dhe besoj që nuk do shuhet as njëherë, nuk do shuhet as në libra tuaj, nuk do shuhet as besoj të niprit dhe mbesa tuaja që sa do larg të jenë dhe kudo në një tokë tjetër për te i kësaj Shqipërisë zyrtare që kemi ne, ata besoj flasin Shqip? Asi kjo është preje, që mos flitet Shqipja, që rësia nuk mbyllet gjua pëse dhe urdhër ty. Asë unë. Që ti është vrasës, kushdoj ti është. Gjuha e nënës nuk shuhet. Sot flasim për bukurit gjitha ta. E kanë ruajtur, është ruajtur Shqipja. Nuk e di gjyshet e tua, po do i copë nga çamëria e kanë. Patjetër që e kanë. Se cili nga ne në familjet e veta e ka. Unë për shembull dhe unë e kam thënë një herë, ecja rrugës dhe dëgjova dikë që tha të qep pak pa plomën. Po. Dhe me thënë të drejtën u knaqa shumë, ktheva kokën dhe u çudita që kishte ende njerëz si gjyshja ime që thonin fjalën pa plomë. Dhe pa pritur e ndjeva që vetëm unë po e kuptoja atë. Dhe më pëlqeu shumë kur në mes të një si thua shoqërie që nuk e përdor më këtë fjalë, unë ktheva kokën dhe u gëzova shumë vërtet që ka njerëz që e përdorin ende fjalën pa plomë, apo sepetet, apo fjalë të tjera një lloj si ju, që patjetër do donit, besoj që t'ja çonit në mendje edhe një përvedhe mbesave. Fëmijët tuaj kanë qenë në çamërinë ndonjëherë, si e kanë raportin me çamërinë? E duan kaq shumë sa e doni ju? Nëse ne nuk i përmendim, harrohen. Harrohen, ashtu është. Për shembull, unë e di, atë gjose, vërtet, i ka 6 vjeç andej, po neta në Çerm të Lushnjës, neta 9 vjet, e atje ishin në Kasove, ke kodra, kur them për Divjak, aty ishin gjitha familje Çame. Kështu që jam rritur veç 6 vjetëve edhe 9 vjetë me Çamët. I njoh mirë, traditat gjitha. E prandaj më pëlqejnë ata, kërë spolat, ata dje me vajza. Është ajo copa që neve e kemi akoma çamërin këtu mes nesh,
E di. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për ne të rinjt, faleminderit shumë që ishe në këtë, shpresoj të mos kem lodhur shumë, po unë vërtet e shijova shumë si bisedë, po për të gjithë ata djemë dhe vajza të rinj, si unë ose si ata konispolat që më the në fillim edhe në fund. Çfarë do t'i thoni të rinisë së sotme, që ndoshta nuk ka lindur aty në çamëri si ju, nuk ka ardhur 6 vjeç, nuk është rritur ndoshta me ato kujtimet në familje si ju. Sigurisht tek mua qëndron e gjallë se unë jam rritur me të dy gjyshet e mia, por çfarë do t'i thonit që mos ta harrojmë, të paktën ne të rinjt? Keni një këshill? Traditat nuk duhen humbasen. Konispoli është vetëm një pjesë. Pjesë e çamërisë, dihet. Mirë, po deri dje nuk flitse. Siç nuk flishin gjithë çamët. Të gjithë papreshtin. Tash unë, jo vetëm që më vjen shumë mirë, po them, i jap një uratë që kanë ruajtur kujt jetën, që këto manet, ato veshjet e të vajza dhe djemve, ato valle, ato këngë të bukura. Si u ruajtën këto? Kush i ruajti? Kjo është merit e madhe shumë, siç është edhe misioni juaj. Faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit që realitet. Unë ndjej kënaqësi. Tjetër gjë që mosha ime nuk është aktive, se s'kam fuqi. Jo, jeni aktiv shumë, madje keni bërë shumë. Mua që nuk shkoj, kam bajtur në një libër kam bërë edhe korespondim, takova njerëz atje të mrekullueshëm, një bektash, ishte veteriner, po kam dhe tjera, e Kurana Lili. Po. Pa të mirë për çoku, kam shumë miq e shokë. Pra unë gjallë, çamëria e vogël. Po. E vogël është ajo. Po, ajo mini çamëria e Konispoli. Është Konispoli, po. Vlerat artistike, historike, trashëgimin, po e nxjerr sken. Të gjithë kënaqen kur i shikojnë ato valla, ato bukur. Patjetër. Që kënaqem edhe unë me Çiftelin. Jam shumë i dashuruar me këngët edhe me janë pasuri e madhe janë, ashtu është. Është shumë e vërtet. Kështu edhe unë ju falenderoj që thirrët. Ju uraj që një vështirësi me rrugën, po... Jo, absolutisht është një... për ne, jo se është detyrë ndaj brezit tuaj. Ju uroj nga zemra vimësi. Faleminderit shumë. Nuk e di, a duhet ta them këta, po jo, po do ta them. Thuaj. Vigilencë, mos e harroni. Do ta kemi... Vigilencë. Në çdo gjë, se unë vi nga një sistem që vetëm vigilenca na shpëtoi. Vigilencë. Do ta kemi vath në vesh. Nuk e zgjas më se çela është vigilenca, po kuptohet. Do ta kemi vath në vesh. Në qoftë se do flisni drejt me fakte më ashtu, mos u tramni. Mashtrim e kumë. Është shumë e vërtetë. Ju falemderit edhe. Falemderit juve, shumë falemderit. Nuk e di arritëm qëllimit tuaj apo jo. Jo, ishte një bisedë shumë e këndshme. Falemderit juve për gjithë kontributin, për bisedën, për gjithçka. Falemderit edhe shikuesve të Çamiko. Do të shihemi të premten tjetër në orën 20:00.